Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotërim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po takoheni me mua Tiron Alilin. Sot pranë jush do të sjell një histori shumë të dhimbshme, një histori që i ka ndodhur një vajzës në Tiranë nga mjerku i saj. Mamaja ime është martuar në moshën 21 vjeçe me Timat, por u ndan shumë shpejt, kur unë nuk kisha mbushur as edhe 1 vjeç. Prandaj nuk e mbaj mend Timati, i cili u zhduk fare nga jeta jonë. Pas 1 viti ajo u lidh me një burr tjetër, me të cilin bëri një vajzë tjetër, Edën, por as lidhja me të nuk funksionoi dhe ai iku njësoj si i mat. Nëna ime nuk na fliste as për njërin e as për tjetrin, sigurisht, sepse nuk kishte kujtime të mira prej as një